Tani është ora 12:50, neve kemi filluar që mëngjes përgatitjet e Fitë Bajramit, babi për një orë pak vjen, sepse ka qenë në Stamboll edhe po kthehet, kështu që pothuajse gjithë gjërat i kemi gati, janë vetëm këto përgatitjet e fundit. Gjithashtu këtu gjej rastin t'ju uroj gëzuar Fitë Bajramin, inshallah Zoti na ka pranuar çdo lloj luti që kemi bërë gjatë këtij Ramazani, edhe inshallah na ka pranuar agjërimin. Për mua sot ka qenë një ditë shumë e bukur, kam qenë shumë e lumtur, jam akoma e lumtur, dita është shumë e bukur, është e premte, shkova falë namazin bashkë me mamin dhe vllajin, kështu që ka qenë super deri tani. Sot shkuam, bëm ca blerje, siç e keni parë nga klipet, edhe kështu. Vendosa në fakt t'ju merja sot gjatë ditës së Bajramit, ju merja me vete, kështu që deri më bashkë deri në darkë, pastaj do ju mbyll dhe do shihemi në shortset e tjera normalisht.